Këtë 5 nëntor, bën 5 vjet që krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës po mbahen me ligj të xhungullës në paraburgim. Tash e 5 vjet, prej se u marrën padrejtisht, Albin Kurti asnjëherë nuk ka reaguar për këtë padrejtësi ndaj 4 personaliteteve përshëndjehet të krejt pjesëtarët e kombit. Përkundërse dikur thoshte, vetëvendosja është subjektin qeveri, që juve nuk ju dorëzon gjykatë speciale. Të gjithë në udhëheqjen e tij u marrën. Por ai ka vendosur të flas tash, duke publikuar një letër koti e duke u munduar të tregoj përmes këtyre pak paragrafëve se pas ka bërë punë të madhe në mbrojtje të luftëtarëve të lirisë që në letër s'mundet dot t'i quajë tillë, por referohet njëjtë specialja, të akuzuar. Ju e dini se partnera afërt e Albin Kurtit e konfirmonte me krenari. Do të dërgoni domosdoshmë. Patjetër, brenda mundësive që kam, patjetër. Gjithashtu, e dini se presidenti Albin Kurtit lutej. Unë shpresoj që me votën time sot pro gjykatës speciale të jap atë kontribut të vogël. Të dyja këto Kurti afroi pas këtyre deklaratave. Por pse reagon sot Kurti? Sepse sot i duhen votat e elektoratit PDK-s, me përmes tyre do të vendoset kryetari i ardhshëm në shumë komuna. Në Prishtinë, Gjilan, Fush Kosovë e disa komuna të tjera, ku në garë janë vetë vendosje e LDK, elektorati i PDK-s me gjase vendos edhe kryetarin. Se sa ka qenë Kurti interesuar për gjykatën speciale, atje ku e ka edhe një bashkëpunëtor të afërt të tij e dim gjithë. Unë e kam menduar vizitën në Hag edhe kam qenë interesuar të shkoj, por faktori kryesor që më ka ndalur të shkoj është fakti që duhej plotësuar shumë dokumente. Në ndërkohë, a keni dëgjuar kur thot? Nuk e di nëse Regja sheh debatin e juaj atje, po i bëj shumë falë. Këto 2 sekuenca shpërfaqin 2 gjëra teje të rëndësishme. E para, ai s'ka marrë mundin të plotësoj asnjë formular thjesht, e të shkurtër, as më tepër se ka staf mjaftueshëm për ta mbushur. E dyta, ai u shem paturpsisht parajgjykimin mbi të cilat specialja e arsyeton gjithmonë paraburgimin kur thot. Edhe janë 2 ish-kryetarët në Hag, të cilët duhet të vizitojnë shpesh edhe për instruksione politike. Por të kthehemi te letra. Si fillim, Kurti që thoshte se nuk e pranon gjykatën speciale, këto shihet tek i nënshtrohet jo vetëm autoritetit të saj, por edhe gjuhës. Në asnjë vend nuk referohet Thaqit, Veselit, Krasnisit e Selivit si udhëheqësit apo themelues të OQK-s, por vetëm si të akuzuarit, ashtu siç e sheh edhe prokuroria. Në anën tjetër, i nënshtrohet autoritetet e Ekaterina Trëndafilovës si presidente. Në njoftim të letrës thotë se ka kërkuar lirimin e tyre që nga fillimi, derisa vetë letra e tij është dërguar më 21 shtator 2022, së paku 1 vit e gjysmë pasi ka filluar procesi. Në letër, vetë i tha Trëndafilovës që disa muaj më parë pata shansin për të takuar të gjithë ekipet mbrojtëse dhe të dëgjoj shqetësimet e tyre nga dora e parë. Pra, disa muaj më parë. Ja ka marrë disa muaj këtij ta dërgoj një letër përkundërse i pas ka dëgjuar shqetësimet më të. Në asnjë moment Kurti nuk shpreh bindjen e tij para Trëndafilovës se ata janë të pafajshëm. Në asnjë moment nuk shkruan se e do lirimin e tyre nga akuzat, por thjesht lirim përkohshëm, pra nga paraburgimi për të vazhduar gjykimin në një gjykatë që mos harroni, thoshte dikur se nuk e njeh. Se na se njohim gjykatën speciale. Askund në letër nuk thot se ata po mbahen padrejtësisht atje, as pse janë marrë, thjesht i kërkon Trëndafilovës përgjigje përse nuk trajtohen edhe rastet e krimeve serbe në Kosovë. Kjo letër e dëmt, e pakualifikuar, kjo gjuhë plot në nënshtrem ndaj Trëndafilovës është provë e Kurtit, se Kurti që ka marrë me gjykatën speciale, por në mënyrë më të gabuar të mundshme. Por janë edhe disa prova se si u marr Kurti me specialen. Si fillim, më të ardhur në zyrë, ai merr një vendim që informacionet që ndërlidhen me dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar nga niveli sekret të degradohen në nivelin e kufizuar. Çka do thot kjo? Kjo do thot që ta shetuqe do dihet gjithçka rreth informacioneve për dhomat e specializuara, por ideja është që të publikohen shumat e parave që dërgohen për avokatët në Hag, në mënyrë që potencialisht të krijojnë një përshtypje të qytetarët që atje po shpenzohen miliona me shpresën mos irriton njerëzit nga këto shpenzime. Madje, në një vend thuhet edhe se kjo po bëhet duke pasur parasysh transparencën në shpenzimet e paras. Këtu i pas ka mbet transparenca këtij.
A kjo qeveri e ka pranu dënohet mira euro nga Agjencia për Informim dhe Privatësi sepse refuzonte t'i bënte publike shpenzimet për karburant burrit Vjosa Osmanit prindën Sadreu. Albin Kurti pashtu ka bërë dhe diçka tjetër pra than Hog. Në një udhëzim administrativ për mbrojtjen juridike të personave të akuzuar potencial për krimet e pretenduara në procese gjyqësore pranë dhomave të specializuara, në nenin 11 në pikën 2 thuhej se në raste të veçanta, kur për shkaqe objektive kërkesa paraqitur nga mbrojtësi angazhuar e te i kalon shumën e përcaktuar në marrëveshje, njësia i propozon komisionit shqyrtim në saj propozimi për mbajtje arsyetim me shkrim. Dhe pika 3 vazhdonte. Komisioni shqyrton rrethana që kanë quar në tejkalim të tarifave të përcaktuara me këtë udhëzim administrativ dhe varësisht nga arsyetimi e aprovon apo refuzon të njëjtën. Pra, ekzistonte mundësia që të ndaheshin të holla shtesë për të akuzuarin Hog kur paraqitej nevoja dhe kërkonin rrethanat. Por, në plotësim ndryshimin që ju bë këtij udhëzimi administrativ, veç një vit më herë në vitin 2024, shihni çfarë ndodh. Te neni 11, paragrafi 23 i udhëzimit administrativ bazik fshihen. Pra, eliminohet kjo mundësi tash. Në njërin anë, bën publike paratë që dërgohen për të irrituar potencialisht qytetarët, e në anën tjetër shkurton mundësitë e financimit mbrojtjes për të larguar potencialisht avokatët. Ky është Albin Kurti i vërtet. Atëherë kur nuk ka zgjedhje, edhe kur nuk i duhen votat. Atëherë thot shkashem, a sot thot hajdeni vota. Po me shumë mundësi, në të dyja rastet do t'i ndodhe kundërta. Hashimi do të vi, a votat do të largohen.